A e dini kush është vajza që arriti të bashkojë publikun shqiptar, kosovar dhe atë ndërkombëtar me zërin e saj? Dhurata Dora, një emër që sot është sinonim i suksesit në muzikën moderne shqiptare. Por rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë nga një vajzë emigrante në Gjermani, në një yll që arrin miliona klikime e bashkëpunime me artistë botëror. Në këtë video do të tregojmë historinë e saj, të vërtetën pas buzëqeshjes, sfidat, pasionin dhe vendosmërinë që e çuan aty ku është sot. Dhurata Dora, emri i plot i së cilës është Dhurata Ahmetaj, lindi më 24 dhjetor 1992 në Nuremberg të Gjermanisë. Prindërit e saj janë me origjinë nga Kosova, por u larguan gjatë viteve të vështira për të ndërtuar një jetë më të mirë jashtë vendit. E rritur mes dy kulturave, shqiptare e gjermane, Dhurata që e vogël kishte një lidhje të fortë me artin. Ajo këndonte në aktivitete lokale, regjistronte video amatore dhe ëndërronte të bëhej një ditë këngëtare e njohur. Rrugëtimi i saj profesional nisi në moshë shumë të re. Në vitin 2011, ajo debutoi me këngën Vete kërkon, një këngë që tërhoqi menjëherë vëmendjen për zërin e saj ndryshe dhe stilin energjik. Pas saj erdhi Get Done, një këngë që e vendosi Dhuratën në qendër të vëmendjes. Ajo nuk ngjante me asnjë artiste tjetër shqiptare, ishte moderne, me ndikime ndërkombëtare dhe një vetbesim që rrallë shihej në atë kohë. Nga 2015 në vijim, Dhurata Dora u bë një ndër emrat më të kërkuar në tregun muzikor. Këngë si A Bombi, Sonte dhe Jake Jake e kthyen në një ikon të rinisë. Por kulmi erdhi në vitin 2019 me bashkëpunimin ndërkombëtar Zemër me artistin francez Sol King. Kënga u bë hit global, me mbi 800 milion shikime në YouTube, dhe solli emrin e Dhuratës në audiencën ndërkombëtare. Ajo nuk ishte më thjesht një artiste shqiptare, por një zë që përfaqësonte gjithë Ballkanin në boll. Por suksesi nuk erdhi pa sakrifica. Dhurata ka treguar shpesh se ka punuar shumë për të ruajtur autenticitetin e saj. Ajo nuk ka dashur kurrë të humbasë origjinën, edhe pse jeton mes Gjermanisë dhe Kosovës. Në shumë intervista, ajo ka rrëfyer se ka përjetuar momente të vështira, presione, lodhje, madje edhe dyshime nga industria. Por asnjëherë nuk është ndalur. Sipas saj, muzika është terapi dhe përmes saj ajo gjen forca të reja çdo herë. Pas Zemër, Dhurata vazhdoi me projekte të suksesshme si Gajde me Elvana Gjatën, Harom, Shumë e Pis dhe shumë të tjera. Stili i saj, mes popit modern, R&B dhe elementeve orientale, është bërë marka e Dhurata Dorës. Ajo është ndër artistet shqiptare më të dëgjuara në Spotify, me miliona dëgjues çdo muaj. Nga një vajzë që ëndërronte në një dhomë të vogël në Gjermani në një yll që ndriçon skenat evropiane. Kjo është historia e Dhurata Dorës, historia e një gruaje që nuk u dorëzua, që punoi me zemër dhe që tregoi se suksesi nuk ka kufi. Nëse të pëlqeu historia, mos haro të lësh një like, të abonohesh dhe të shkruash në komente.